dua që të përqendrohem pak te elementi parimor, e preku pak Antoni te çështja e standardeve dhe emrit. Nëse do ruajmë një linjë për të diskutuar parimisht, duhet mbetemi te standardet, se po të merremi me emra, pastaj do bëjmë ne gjyqjen e personave këtu. Po e tha. Do jemi në anë subjektive, gjithsesi kush ka personi dhe jo vetin për personin. Pra kundër, pro etj. Unë mendoj që situata nga pikpamja e ligjit, nga pikpamja e përballjes është e komplikuar. Duhet presim këtë vendim gjykatës kushtetuese tani më që ka shkuar çështja atje, në gjykatën kushtetuese, pra le të mos bëjmë ne as juristin e parakohshëm, as gjyqtarin e parakohshëm. Që nuk e kemi bërë asnjëherë dhe nuk... Sepse mendoj që do gabonim dhe mund të ndikonim pa dashje opinionin publik, pra mund ta orientojmë gabimisht. Por ka diçka për të thënë në këtë rast. Për sa i përket dorëheqjes. Ne ndodhemi në kushte dhe rrethana specifike se si funksionon demokracia, ligjbërja, pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor gjithashtu, pra ne nuk jemi në kushte normale. Fakti që krijojmë një gjykatë të posaçme, një prokurori të posaçme, ndodhemi në kushte specifike ku palët paragjykojnë njëra tjetër në çdo akt, në çdo vendimmarrje, në çdo iniciativë. Sa më shkurtino se më shkruajnë që duhet. Pra dua të them që nëse në një rast besojmë që standardi është i dorëheqjes, dikush tjetër që thotë unë s'kam pse ta jap dorëheqjen për sa kohë mendoj që jam i pafajshëm ose i pa implikuar, sepse nuk mund të kthehesh më pas. Nëse jep dorëheqjen ti do shohësh rrugën tënde. Dhe janë standarde të tjera, janë shtete të tjera ku gjyqësori është i ndarë, pra ne nuk kishim pse bënim një gjykatë speciale, mund bënim vetëm prokurori speciale, se gjykatë si është gjykatës. Në këtë rast, pra e kemi shumë të komplikuar situatën. Në kontekst, prandaj nuk ka ardhur edhe dorëheqja mendoj unë nga pikpamja politike. Pra unë, nëse nuk ndjehem fajtor, s'kam pse jap dorëheqjen dhe besoj që Belina Balluku në këtë rast mendon që nuk ka implikime përveç faktit që janë injektuar segmente të ndryshme të bisedave, më fal ta mbaroj. Pra që i tha filani ta anullo këto mera të dhe ne na krijohet i telenovel tani sikur po ndodh. Ose do na japin gjithë dosjen dhe ta lexojmë gjithë dosjen komplet. Pra spaku na interferojnë dhe na iluminojmë gjithë dosjen, ose ndryshe ne duhet presim gjithë historikun kur të mbarojë ky proces gjyqësor dhe pastaj të merrem me analizën politike mendoj unë. Ndryshe jemi në paragjykim. Tani, dakord, gjitha këto kundërshti, si që teksoja Bilegaj, që është një kundërshti shumë e madhe, që ndryshojnë në princip gjerat. Kur ai e konsideron paqen si proces dhe ky e konsideron si biznes, janë gjera krejt të ndryshme, do me thënë, si një biznesmen dhe një politikan. Atëre... Edhe i dërguari Trump, biznesmen është. Biznesmen është i dërguari dhe dikush thoshte që ai duhet të vizitohet. Duhet një psikiatër, thosh për të dërguarin e Trumpit. Viskont, si e ka i? Uitkofi, thotë, Uitkofi duhet vizitohet, thonë. Ortak biznesin e Trumpit. Marë doktor psikiatër, jo fare këshu. Nga këta, të zakonshme. Tani një sekund, a është Evropa e gatshme të mbaj barën e sigurisë për Ukrajinën se ky që thotë të gjera, Trumpi, mund bëjtë një gjithë tjetër, ma. Shton një pik 29. Thotë, unë u trikem, komplet. Që i bënd gjitha gjerat, që le gjitha pa berë. Tani Evropa e mban do të thoni, apo ku tim gjenet? Europa së mban do të vetën e vetë, kështu që në këtë kupë... Që Amerika e mban. Që është të sigurisë... Dhe i për si e vërdat Putini gjithë botë. Europa ka bërë sigurinë e vetë, ka pas një kuadrë Euro-Atlantik. Oke, pra në... Ka pas pavarë. Kuadrë Euro-Atlantik është dërkohë... Atere... Jetë të shojmë nëse do jetë... Po, jatë thot një shkurt Denisi dhe... Ne flasim për këtë krizën, edhe nuk flasim për njeriun kryesor. Paqen nuk e vendos Trumpi, e vendos Putini. Lufta do të ndaloj kur të doj Putini dhe në atë moment kur të jenë kushtet si do Putini, jo si do Trumpi. Do me thënë statistikat e Trumpit tuaj? Trumpi xhiron bosh me fjalë, bën propagandë, e bën shohën e vet, por nuk ka lidhje fare me frekuencën e Putinit. Dhe para, Ukraina është zonë influence e Rusisë. Dhe kur të doj Rusia, kur të shojë Rusia se kur duhet ndaloj lufta, atëherë do ndaloj lufta. Do jemi këtu, koha do e provoj, që Trumpi do të xhiroj bosh si xhiroj bosh me deklaratën që do e mbyll luftën brenda 24 orëve, pastaj u shtyja afati, pastaj do kemi prapa afate tjera, sepse është irracional me realitetin. Rusia ka një strategji dhe një lëvizje tjetër në konceptin diplomatik që quhet lëvizja e ftohtë. Pra dëgjon, flasin gjithë, diskutojnë gjithë, lëshojnë teza, propozime, ndërkohë Rusia ka komplet linjën e vet. Dhe kur të vi çdo gjë te linja vet, atëherë do ndodhi, nëse do ndodhi armëpushim.
Unë besoj që Ukraina do t'i shkoj Rusisë në një mënyrë ose një tjetër. Të gjitha përpjekjet që do ndonin, komplet fare, totalisht. Po. Ku le tani se ti, po tani mos u tash ta ktheve pikën 0 fare. Po le ta them këtë. Që na lojtë e fen tani. Po se të dalin gjërat deno dhe jemi bashkë këtu dhe të them pastaj ta përdor këtë. Ti mendon, do të ta përdor. Po pse avancoi? Po nuk e lën tani se edhe ai avancoi Rusia kriminali plagur shumë është tani. Janë shumë elementë brenda, se ne marrim si kalem të ikim se po duket se po bëjmë gjithë politikën e botës, se ne diskutojmë këtë për një arsye shumë thjeshtë. Okej. Tre gjëra të fundit nëse më lejon zoti. Tre gjëra thuaj sa më për të bërë analizën krahasuese midis planit të BE-s dhe propozimit që rrodhin media, duhet të qëndroj kësaj fjalë. Rrodhin media nga presidenti, nga shtëpia e bardhë. Dhe aq diskutim që atëherë kur rrodhi, saqë mediat filluan të shikojnë që edhe anglishtja nuk ishte aq e pasë dhe mendohej që thjesht ishte bërë në një përkthim Google nga Rusia dhe kjo i tronditi. Megjithatë tre gjëra do të them për sa i përket të planit. E para një herë që Rusia ka fituar luftën me Ukrainën, por nuk e merr dot Ukrainën. Ne kemi thënë që muajin e parë të këtij konflikti që këto zona që mori Putini, sidomos pas bërë atë referendumet e famshme, ku mbas kushtetutës nëse prek ato quhen territori ruse dhe nëse preket territoret ruse, Rusia ka drejt të aktivizojë sistemin e saj bërthamor etj. Ne kemi thënë që kjo punë është mbyll. Çështja është që kush do të jetë fytyra e Ukrainës, si do dalë Ukraina nga ky konflikt dhe nëpërmjet Ukrainës si do dalë dhe Bashkimi Evropian dhe Perëndimi. E vërteta është që Europa me gjithë dobësitë e saj politike dhe ushtarake ka pasur qëndrim shumë më të pastër dhe shumë më të saktë dhe shumë parimor. Kjo është nuk ka pranuar kurrë cënimin e sovranitetit dhe njohjen e tokave të marra pas një agresioni, sepse kjo është një nga parimet e Unionit Evropian, nuk njeh tokat e marra me pushtim. Megjithatë tre çështje mbeten kryesore nga dallimet esenciale. E para, garancia e sigurisë e propozuar nga Unioni është një nivel shumë i lartë. Unioni ka propozuar, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara janë krejtësisht paqarta, kush do të jetë garantuesi i një paqe nëse do arrihet paqja. Unioni nxjerr një pikë shumë fortë. Angazhimin ose aktivizimin e nenit 5 të NATO-s. Do me thënë, në qoftë se pas një marrëveshje të mundshme, Rusia do të sulmojë përsëri Ukrainën, atëherë aleanca do bëjë një reagim ushtarak të mirëfillt. Ndërkohë që propozimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte komplet ekuivok në këtë pjesë. Nuk e tregonte fare kush do të ishte garanti. E dyta, lutem, dy gjëra. Barova. Zbatimi, sepse marrëveshja ka hapa, kush do ta zbatojë? Kush do të garanti për zbatimin? Në planin amerikan ishte vetëm një njeri i vetëm. Ndërsa Unioni kërkon një bord ku të marrin pjesë gjithë aleatët. E treta dhe kjo ishte shumë e rëndë për Unionin. Megjithëse u bë gjithë kjo zhurmë për sanksionet, për penalizimin e Rusisë pas agresionit, propozimi ishte kthimi i Rusisë në aspektin ekonomik në të gjithë aktivitetin e mëparshëm ekonomik